Gjithmonë kishte menduar se arti figurativ ishte diçka që u përkiste vetëm atyre që lindin me talent të jashtëzakonshëm. Për një kohë të gjatë, ajo shihte pikturën vetëm si një admirim nga larg, pa e menduar se një ditë do të ishte vetë ajo që do të mbante lapsin dhe penelin në dorë. Por kur vendosi të provoj një kurs të artit figurativ, diçka ndryshoi brenda saj. Tash e sa muaj Saime Halili i kushton kohën e saj të lirë këtij pasioni të ri. Çdo orë në kurs është për të një udhëtim i ri në botën e formave, dritës dhe hijes. Në fillim ajo mendonte se kur nuk do të arrinte të realizonte një portret mbreslënës. Dyshimet ishin të shumta, ndërsa pritjet modeste. Megjithatë, me përkushtim, durim dhe dashuri për atë që bën, Saimia filloi të shohë ndryshimin në çdo vizatim. Në këtë kurs, më thënë jam që 2 muaj kam fillu, mirë po talentin ose pasionin, kom pas qysh ma herët, qysh fëmiri, po jo se kom zbulu, se kom pas në i farë talent shumë të madhë, po thjesht me ditë mi dhonë mi qitë do ngjyra qatin letër, në i vizatim thjesht, mirë po këtu që ka zbulova dhe më thonë me profesoreshin Hyria dhe me profën Besar, është diçka pa besueshme. As vetë nuk kom besu se kur kom marrë dhe qysh në fillim kom thonë krejt i boj, ndoshta me pikturu pak sa për me hek stresin ose për ditshmërinë si lloj hobi. Mirë po kur nuk kom mendu se unë muj me realizu një portret. Dhe më thonë një mënyrë për mu është po më do këtë se kom realizu në mënyrë shumë të mirë, dhe është e pa besueshme. Ajo sot ka arritur të realizoj një portret mbreslënës, aq sa të duket, sikur është punuar nga një profesioniste e vërtet. Ky është portreti i dytë që e kom realizu brenda 2 muajve. As vetë nuk është se kam besu që kom realizu kaq mirë, po ja arrita punën fal profesionalizmit të profesorave që i kemi këtu. Talenti i saj fillimisht u shfaq në pikturimin e natyrave të qeta. Kom bo ma shumë për shembull natyra të qeta. Kom qitë ngjyra ma shumë, me ngjyra kom punu. Ato më kam pëlqy, po mirë po me marrë me vizatu edhe kom provu, po s'është se kom realizu shumë mirë. Po këto qëtash, normal, teknika që mi kanë mësu këtu në këtë kurs, normalisht kom arrit me realizuar një portret në mënyrë shumë të mirë. As pak e vështirë, veç në fillim, për shembull, kur na kanë printu kështu ka një fletë, kom thonë jo, unë po së në realizoj kur, po tani tu vazhdu, tu na mësu teknikat, mënyrën qysh me realizu, qysh me fillu portretin, qysh me pa, ka fillu tani mu bo gjithçka ma e lehtë. Ndonë nëse arti ishte pasioni i saj, ajo kur nuk e kishte parë atë si profesion. Jo, asnjëherë, do me thonë profesion jo, po në hobi po. Në hobi do me thonë me përdore edhe si lloj terapie ndoshta, si lloj relaksi, për mu qetësu, me da një orë veç për vetën personal, do me thonë larg fëmijëve, larg dinamikave tjetës, larg gjithçkaje që na mujtët me na stresu gjatë përditshmërisë tonë. Fatkeqësisht jo, do me thonë që tash si kom fillu kursin këto, do me thonë i ndaj vetëm këto 2 herë në javë, edhe e lo mu marrë me pikturë ose me vizatim veç gjatë këtyre 2 orëve. Po, muj me bo, aty do me thonë ka qenë ai farë kombinimi i ngjyrave nashta jo në mënyrë profesionale, gjithmonë të dim. Që tash po më pëlqen ma shumë vizatimi normal, realizimi i portretit, se ti po realizon diçka, do me thonë një sy, që për shembull më herët nashta një pemë ose diçka u kon pak ma thjesht. Po që tash po më do këtë vetja diçysh pak ma avancume ndoshta, kur po arrin me realizu me kopju në fakt një sy, njëjtë se qysh është me një letër të printume ose një modelin që na japin profesorat. Falë këtij pasioni, Saimia u bë edhe më e disiplinuar në përditshmëri. Sa i përket orëve këto, do me thonë ne kemi pas fat, me i pas 2 lloj profesorave. E kemi profesoreshën Hyri, e cila e ndërthur artin me është pak më, me thonë me harmoni, pak me humor, edhe ajo na motivon me kon pak më kreativ, ndoshta.
Sa i përket disiplinës ku e përmende, e kemi fatin me njoft edhe Besartin, profesorin Besart, i cili, do me thonë, është me një nivel akademik, muj me thonë, sa i përket profesionit. Mirë po, çka e bën pak ma mirë në këtë drejtim është se disiplina ati. Përmes profës Besart kemi mësu me pas disiplinë, do me thonë edhe në art, edhe atëherë kur bën hobi, ti duhesh me konë, do me thonë me realizu një pikturë në mënyrë perfekte. Me përvojën që po fiton, ajo shpreson që një ditë ta realizoj pikturën e ëndrave të saj. Do me thonë edhe qëllimi i ardhjes këtu ka qenë një ndër, do me thonë çka unë e kom fillu pikturën, kursin këtu, është realizimi i një pikture të cilën e kom në mendje, është takimi i parë në Parajs. Sigurisht, na gjatë jetës edhe humbi njerëz edhe ajo është piktura të cilën do me thonë e kom si lloj projekti që i kom realizu. Takimi i parë në Parajs. Jo, nuk është këto ditë, do me thonë unë du me kry njëherë kursin, me mësu me bo kombinimin e ngjyrave, realizimin e vizatimit në mënyrë të mirë, pastaj është edhe po besoj realizimi i asaj pikture. Historia e Saimës tregon se ndonjëherë mjafton një hap i vogël drejt asaj që e duam për të zbuluar një botë të re mundësish.